studio në këtë transmetim të drejt për drejt që ja dedikojmë një çështje me interes që ka të bëjë me testimet dhe që tregojmë pikërisht nivelin arsim. PIRLS 2026 ka ardhur gjatë muajit mars për të treguar pikërisht nivelin e nxënësve. Janë përfshirë nxënës në 180 shkolla dhe sigurisht që standardi i krijuar në lidhje me arsimin na parafron më shumë edhe me Bashkimin Evropian, nisur edhe nga rezultatet që do të vinë nga testimi. Do të kemi mundësi të flasim më shumë me zëvendës ministrin e arsimit Oriana Osmani, e cila na është bashkuar mëngjesin e sotëm. Faleminderit shumë që jeni këtu, është vërtet kënaqësi. Mirëmëngjes. Po flisnim gjatë publicitetit që në vitin 2021 ka qenë era e fundit që është zhvilluar PIRLS 2021, pra edhe që ka testuar nxënësit me një mesatare të mirë që tregoi arsimimin në vendin tonë. Çfarë mund të themi për këtë vit? Tashmë është zhvilluar gjatë muajit mars apo jo? Në fakt, ka nisur testimi PIRLS që në datën 10 mars deri në datën 27 mars, i koordinuar nga gjitha agjensitë që ne kemi në varësi, sigurisht sepse kërkon një bashkërendim të punës. Janë 4480 nxënës që kanë marrë pjesë në gjithë Shqipërinë në testimin PIRLS. Dhe këto janë testime ndërkombëtare që në fakt matet edhe cilësia në arsim, por edhe bëhemi të krahasueshëm me të gjithë atë çfarë ndodh në botë, pikërisht me fëmijët 10 vjeçar. Testimi PIRLS ka në fakt vetëm kompetencën e të lexuarit dhe aftësitë që ka nxënësi në gjuhë dhe sigurisht që ne kemi bërë një provë e cila në fakt administratohet nga të huajt edhe gjatë muajit qershor të vitit të kaluar dhe tani ishte ajo që quhet testimi përfundimtar ose main study që tregon eksaktësisht se çfarë ka ndodhur me aftësitë e këtyre fëmijëve 10 vjeçar. Dhe ishte një sfidë shumë e madhe sepse për herë të parë testimi PIRLS ka qenë digital, që do të thotë 10 vjeçarët do t'i duhet kishin interaktivitet me kompjuterin dhe jo me një fletë që ndoshta do t'ishte pak më e thjeshtë se sa të punoje me kompjuterin. Kështu që na është dashur për rreth gjatë 2 muajve të kishim një trajnim të mësuesve, të nxënësve dhe sigurisht të shkonim drejt testimit PIRLS gjatë gjithë muajit mars. Janë 180 shkolla në mbar vendin. Në të gjithë vendin janë shkolla të cilat nuk caktohen prej nesh, por caktohet nga kompania e huaj që e drejton të gjithë projektin dhe sigurisht që nuk kemi të drejtën pra të përzgjedhim. Janë nxënës të cilët përzgjidhen sipas një algoritmi të caktuar nga ata dhe ne kemi detyrimin që këto shkolla t'i vendosim në testimin PIRLS. Dhe për ta kuptuar më mirë ne që ndoshta jemi pjesë apo fëmijët tanë e kanë kaluar këtë moshë, ku ka konsistuar testimi, pra me cilat sfida janë përballur ata kur vjen puna tek leximi, tek matja e njohurive? Për ta shpjeguar më thjesht, është një test i cili e vendos nxënësin përballë një pjesë leximi, që në fakt kemi vënë re që nuk janë pjesë leximi aq të shkurtra saç mund të kenë ata në librat e tyre të gjuhës shqipe, janë tekste më të gjata që kërkojnë një numër të caktuar minutash për ta lexuar dhe nuk është vetëm sfida vetëm për ta lexuar, po sfida është për ta kuptuar, analizuar, argumentuar, sepse nxënësi duhet të japi përgjigje mbi atë tekst që i është vendosur përpara. Sigurisht janë pyetje në raport me moshën që ata kanë, por janë pyetje që vendos në qendër mendimin kritik, pra jo thjesht pyetje mekanike, por janë pyetje ku i duhet nxënësit ta kuptojë fillimisht dhe pastaj të mendojë kritikisht mbi atë tekst që i është vendosur përpara. Kryesisht janë aftësi të lexuarit, të kuptuarit, pra kryesisht merret me gjuhën shqipe. Dhe kanë dalë rezultatet, janë rezultatet që dalin në kohë reale? Duhet të presim? Duhet të presim, sigurisht janë, tani fillon momenti i administrimit të testimit, bëhet korrigjimi në një moment të caktuar kur thërriten pra të gjithë korrigjuesit, le të themi nga i gjithë bota që shikojnë testimin PIRLS dhe kuptohet edhe rezultatet dalin në një moment të caktuar dhe nuk dalin vetëm për Shqipërinë, por dalin për të gjitha vendet që morën pjesë. Aty pastaj shikohet edhe po themi krahasimi i asaj çfarë kemi arritur ne në raport me vendet e tjera. Çfarë do të thotë ky testim për Shqipërinë? Unë përmenda pak më parë Bashkimin Evropian se duket sigurisht që ka një orientim edhe ndaj nivelit që duhet kemi në arsim për përmbushur pikërisht edhe ato standardet e vendosura. Lidhet vetëm me këto apo ka le të themi edhe një ndikim tjetër? Ne kemi në fakt disa testime ndërkombëtare, siç është PISA, është testimi PIRLS dhe përgatitemi për një testim tjetër që është testimi TIMSS që janë aftësitë e nxënësve në matematikë.
Këto janë testime që në fakt e përballë arsimin shqiptar me arsimin në të gjithë botën. Pra, tek e fundit është një test i cili bëhet në të gjithë botën njësoj dhe pa diskutim ne shikojmë se çfarë cilësie kemi përsa i përket mësuesve të cilët japin mësim, por njëkohësisht masim edhe aftësitë e nxënësve në raport me të gjithë 10 vjeçarët në botë, për t'i krahasuar pra ku jemi ne dhe ku janë ata. Ky është një kusht i domosdoshëm edhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Sepse kur themi duam, ky është vizioni që ka kapitulli 26 në fakt. Dhe kapitulli 26 që merret me arsimin dhe kulturën, një nga elementet kryesorë që ne duhet të plotësojmë është që të kemi cilësi në arsim. Sigurisht, ne kemi një monitorim nga gjitha agjensitë që ka Ministria e Arsimit, siç është AKAP-i dhe ASKAP-i, por na duhet edhe një monitorim ndërkombëtar për ta parë atë në mënyrë objektive dhe konkrete që a kemi vërtet cilësi, pra a mund të flasim për cilësi në arsim apo jo. Dhe sigurisht, këto janë testime që patjetër na tregojnë se ku jemi duke ecur. Nëse në 2022 kishim një testim të PISA-s, ku patjetër na duhet të punonin shumë më tepër me atë rezultat që kemi parë dhe ne presim rezultatet e PISA-s në shtator të 2026-ës, sepse kemi bërë vitin e kaluar testimin PISA, janë testet të cilat e angazhojnë të gjithë ekipin arsimor për të punuar më shumë dhe për të parë ato probleme që mund të kemi për t'i riparuar pa diskutim. Dhe në fakt, natyrshëm lind pyetje pastaj që thatë ju që këto lloj testimesh nuk u shërbejnë vetëm le të themi nxënësve, por në paralel në të njëjtën kohë edhe mësuesve për të kuptuar në fakt se edhe politikave. Edhe politikave, se ku shkon në raport me vendet e tjera të zhvilluara të Europës, edhe që janë pjesë tashmë prej vitesh e një sistemi ndoshta më të komplikuar. Ne kishim edhe testimin Talis, që në fakt testimi Talis ka qenë vetëm për mësuesit, për të parë, në fakt nuk është një testim, është një pyetësor, për të qenë më të saktë. Një pyetësor që në fakt kemi patur tregues shumë të mirë dhe në pyetësorin Talis, ku tregon sa të kënaqur janë mësuesit, si e përdorin mësuesit inteligjencën artificiale në mësimdhënie, për të kuptuar më shumë se sa ata njohin të gjithë kompetencat që në fakt duan patjetër për t'i aftësuar nxënësit gjatë gjithë procesit mësimor. Dhe sa të motivuar janë nxënësit, pak në 10 vjeçarët ndoshta mund të jenë më shumë të motivuar se sa ata të cilët ndoshta kanë kaluar një farë moshe, janë gati afër adoleshencës për të qenë pjesë e këtyre testimeve. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur, sepse ndoshta edhe mosha kur ti diskuton me ta dhe i thua që ti përfaqëson ekipin shqiptar, është ekipi ndërkombëtar i Shqipërisë, nëse futbollistët luajnë në fushë, ju luani në plasën tuaj. Kjo është diçka në fakt që një si fest dita e testimit, ku i dukej me shumë të drejtë se hyni në garë jo vetëm me shkollat, por edhe me bashkëmoshatarët e tyre në botë. Dhe ne presim rezultate shumë të mira, me thënë të drejtën. Se zgjidhen nxënësit e klasës së 4-t? Një pyetje shumë e mirë. Në fakt, këto janë aftësi që maten në mosha të ndryshme për të parë, pra ka një lloj pragu për të kuptuar se në moshën 10 vjeçare sa është aftësia e tyre për të kuptuar situatën. Dhe më pas ata përgatiten në moshën 15 vjeçare për PISA-n, që në fakt nuk janë testime mirëfilli vetëm le ta themi shkollore. Janë testime që matin aftësitë e tyre për të sjellë në një situatë të caktuar. Pra nuk janë pyetje klishe, po themi sa personazhe ka, që sigurisht janë më shumë mekanike. Janë pyetje më së shumti me karakter të logjikës se sa pyetje mekanike në testimin PIRLS. Fakti që kemi patur, le të themi, teknologjinë të përfshirë në këtë testim, e bën edhe më të shpejt procesin e daljes së rezultateve? Ne në fakt kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha, jo vetëm agjensitë tona, por edhe me Akshin, apo fakti që duhet kishim një internet të mirë në atë ditë, që të kishim të gjithë logjistikën në mënyrë perfekte që të shkonte shumë mirë. Sigurisht që fakti që ata e kanë bërë testimin në mënyrë digjitale, kjo do të sjellë kuptohet rezultate më të shpejta dhe sigurisht në pas të atyre që ata kanë arritur. Patjetër që ndihmon shumë më tepër daljen e rezultateve. Dhe nëse do të bënim në fakt një rezume ose do të dilim në një konkluzion në raport me investimet që janë bërë vitet e fundit në sistemin arsimor, ku vjen puna si te infrastrukturat e shkollat, tek digitalizimi, tek mjetet e punës, tek laboratorët, a kanë filluar gjitha këto investimet të japin frytet e tyre në nivelin arsimor shqiptar? Sigurisht, duhet kuptuar qartë që një laborator i ri në shkollë patjetër përkthehet në cilësinë arsim.
Dhe aktualisht në fakt kemi rreth 315 Smart Lab, edhe testimi PIRLS është bërë pikërisht në Smart Labet e investuara në shkollat tona dhe deri në fund të 2027-ës besoj se do të kemi rreth 1000 shkolla me Smart Lab, pra do të jenë edhe 654 shkolla të tjera, por sigurisht investime të tjera ka në drejtim të laboratorëve për sa i përket lëndëve që kanë të bëjnë kryesisht me konceptin STEM, siç është kimia, fizika, biologjia, shumë të nevojshme dhe e bëjnë mësimin më praktik, më konkret dhe patjetër që nxënësi ka nevojë të shikojë ato në mënyrë konkrete dhe objektive, patjetër për të zgjedhur më pas edhe për karrierën e tij. Ju thatë pak më parë që prisni rezultate të mira nga ky testim i cili po zhvillohet, është zhvilluar më saktë gjatë muajit mars, po ne jemi të vetëdijshëm që kemi kaluar një periudhë vështirë dhe nxënësit më shumë besoj me pandeminë e COVID-19 i cili krijoi një lloj dileme se çfarë do të ndodhte me sistemin arsimor në kushtet në cilat u desh të përshtateshin shkollat. Sa mendoni se mund të ketë një ndikim kjo? Po, në fakt, viti 2019, 2020 dhe 2021 që në fakt kemi kaluar, dhe jo vetëm ne, kanë kaluar të gjitha vendet momente të vështira, sepse ju duhet të përshtateshim për gjitha ato që kemi kaluar. Mendoj që faza e vështirë ndoshta është kaluar tek PISA 2022. Për PIRLS-in 2026 nuk mendoj se do të ketë një efekt momenti kur ne kemi kaluar në mësimin online ose në mësim të alternuar, po themi me edhe online edhe në klasa. Nuk ma merr mendje të ketë një. Që mund të ketë një ndikim. Sa mendoni se nga ana tjetër, kushtet sociale apo ekonomike, duke qenë se edhe ka patur një lloj algoritmi për të zgjedhur shkollat, mund të ndikojnë në këtë drejtim? Unë do të thosha që ne kemi bërë një punë shumë të mirë, në fakt që nga fundi dhjetorit të 2025-ës dhe derisa kemi arritur në datën 10 mars. Që do të thotë kemi angazhuar të gjitha ekipet në shkollë, por mbi gjitha kemi patur mbështetje të shkëlqyer të prindërve, të cilët e kanë parë me shumë interes testimin PIRLS dhe nxënësve në fakt jo vetëm që ju është dashur të punonin në klasë për të testuar aftësitë e tyre digjitale, por nga ana tjetër ju është dashur të punojnë edhe në shtëpi. Kështu që pa angazhimin edhe të prindërve nuk e kemi patur të lehtë, kështu që fakti që ju thoni me shumë të drejtë që algoritmi ka përzgjedhur shkolla të cilat sigurisht nuk e mendonin ndoshta të ishin në këtë testim, por duhet ishin të përgatitura për këtë testim, por sigurisht edhe për ato. Edhe pse mund të jenë në zona rurale, mund të ketë një lloj ndikimi fakti që mund të jenë në zona rurale, ka një lloj ndryshimi mendon? Nuk më merr mendja, sigurisht ne do t'ja lëmë rezultateve, patjetër asaj çfarë do të ndodhi dhe ajo nga çfarë do të dali, sepse në fakt rezultatet dalin edhe zonat rurale apo urbane për të bërë një krahasim të arsimit, po themi, në të dyja zonat. Në fakt ka disa tema ku do të përfshihemi ditën e sotme, ashtu si kundër ka dhe lajme të mira të cilat ja vlen që t'i përmendim, si kundër është në fakt edhe transformimi i qendrës së shërbimeve arsimore, një qendër tashmë që po merr formë si një qendër e pavarur, në të njëjtën kohë edhe rikthimi i liceut francez në Korçë. Pra duket sikur janë ndërmarrë një sër nismash për të përmirësuar sistemin arsimor në Shqipëri dhe për t'i dhënë kështu dorë të gjithë nxënësve të cilët le të themi e meritojnë që të kenë kushte më të mira. Reformimi i qendrës së shërbimeve arsimore, sigurisht edhe për publikun ndoshta që për ta patur edhe pak më të qartë, qendra e shërbimeve arsimore është qendra që merret kryesisht me testimet që bëhen për klasën e 5, Vanafin, për klasën e 9, PKB-n apo për maturën shtetërore, por edhe një sër testimesh që kanë të bëjnë me profesionet e rregulluara siç është mësuesi, mjekët, infermierët, pra kryesisht këto profesione të cilat janë të rregulluara me ligj. Në fakt, transformimi i kësaj qendre të shërbimeve, pra kthimi i saj në agjenci tashmë, do të shtoj shumë më tepër objektivitetin, është një qendër, pra do të jetë një agjenci tërësisht shqiptare, është një agjenci e cila do të ofrojë shumë më tepër shërbime dhe në fakt gjatë vizitës së Ministrisë së Arsimit në Cambridge, pra do të kemi edhe një asistencë prej Universitetit të Cambridge-it sigurisht për të patur shërbime edhe më të mira, por njëkohësisht do të jetë një qendër edhe një agjenci patjetër që do të jetë më objektive edhe në ato shërbime që ajo do të ofrojë. Sigurisht që është një ligj i cili është hedhur për konsultim publik, pra në fakt për një kohë të gjatë ne kemi pritur të gjithë mendimet e publikut për reformimin që do të pësojë qendra e shërbimeve arsimore, siç është në fakt edhe ligji për
liceun francez që aktualisht është në konsultim publik dhe kuptohet që publiku është i lirë për të dhënë mendimet e tij rreth kësaj shkolle që do të hapet në qytetin e Korçës. Unë do të them që ky do të jetë një lice par excellence, do të jetë një nga ato shkolla që në fakt Shqipëria do të mburret me cilësinë e nxënësve që do të jenë aty, nuk do të jetë vetëm për nxënësit shqiptar, do të jetë edhe për nxënës të rajonit, do të jetë një shkollë që do të japi mundësi nxënësve shqiptar që jo vetëm të kenë diplomën e maturës shqiptare, por do të kenë edhe mundësinë për të patur diplomën e liceut francez, por diplomën e maturës franceze, pra do të studioj këtu, por do të marri 2 diploma. Do të jetë një shkollë që fokusin do ta ketë kryesisht në lëndët STEM, pra do të jetë një lice teknologjik më së shumti dhe patjetër inovativ dhe ajo që është e rëndësishme do të jetë në të dyja gjuhët, do të jetë edhe në gjuhën shqipe, do të jetë edhe në gjuhën franceze dhe sigurisht do të ketë mësues edhe nga Franca, edhe nga Shqipëria. Por jo vetëm kaq, nxënësit do të mësojnë edhe në gjuhën italiane, gjuhën angleze, pra do të jetë, le të themi, një shkollë ku nxënësit do të duhet të komunikojë në disa gjuhë përveç se gjuhës shqipe dhe patjetër që do të jetë në interes jo vetëm të nxënësve tanë, por edhe nxënës që ne shpresojmë shumë që kemi edhe nga rajoni, siç mund të jenë nga Maqedonia, pra po themi vendet që janë afër dhe patjetër janë të lirë për të qenë pjesë e liceut francez. Nëse flasim pak për maturën shtetërore, duke që se dhemi në këto minuta të fundit, për dhënë disa informacione, cila do t'ishin, le themi, ato pikat që duhet të dinë më së shumti maturantët për këtë vit? Jemi duke u afruar fundit, tashmë njësër procesesh për maturën shtetërore kanë përfunduar, siç është formulari A1, tashmë janë në shkollat tona, pra në gjimnazet tona, janë duke u verifikuar të dhënat e fundit të provimeve që ata kanë zgjedhur. Aktualisht janë përcaktuar edhe qendrat e provimit. Komisioni Maturës Shtetërore është duke i verifikuar ato dhe sigurisht gjatë muajit prill në të gjitha shkollat do të improvizohen provat të provimeve të maturës shtetërore, ku sigurisht nxënësi për të mos patur emocione do t'i duhet të kuptojë se si realizohet një provim i maturës shtetërore. Drejtorët e shkollave janë të udhëzuar që të bëjnë prova të tilla ku nxënësi do t'i duhet që të respektojë të njëjtat rregulla që do të ketë edhe në ditët e provimit. Sigurisht që vazhdojnë konsultimet në shkollat tona, sigurisht sipas një orari të përcaktuar prej vetë atyre, kryesisht në orët e pare të mëngjesit ose gjatë fundit të ditës, sepse sigurisht kjo varet edhe nga ngarkesa që ata mund të kenë. Gjatë muajit maj do të vazhdojnë konsultimet dhe sigurisht në muajin qershor ne futemi në sezonin e provimeve. Dhe paralel besoj me këto, po bëhet gati në fakt edhe infrastruktura për të qenë të përgatitur kur të vi puna tek hapi final. Sigurisht. Do të ketë një ndryshim të testimeve nëse i krahasojmë me vitet e kaluara? Testimet do të kenë të njëjtin format, nuk do të ketë ndryshime, por ajo që ne kemi ndryshuar është kryesisht përgjegjësitë që janë edhe më të rritura se sa vitet e kaluara, sigurisht për të mbajtur përgjegjësi për çdo njërin që merr pjesë atë ditë në provim. Po flisim për transparencën që do të ketë procesi i testimit. Në ç'formë do të garantohet? Besoj që teknologjia po ndihmon gjithmonë edhe më shumë për ta monitoruar, por mund ndihmojë edhe më shumë le të themi nxënësit në ato që Këto janë në fakt të parashikuara në rregulloren e maturës shtetërore, kryesisht masa disiplinore të shtuara, sigurisht nxënësit nuk janë të lejuar të marrin me vete atë ditë aparatin celular apo çdo mjet elektronik dhe sigurisht që një risi që është për të thënë edhe për të rikujtuar ndoshta edhe për të gjithë zyrat vendore apo dhe drejtuesit e shkollës në listën përfundimtare mbetësit, pra ata nxënës të cilët nuk kanë mundur që ta kalojnë suksesshëm maturën nuk do të jenë pranishëm që në momentin e parë në listat përfundimtare të maturës shtetërore. E qartë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit live në mëngjes për të ndarë këtë informacione dhe këtë bisedë së bashku. Faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi. Kemi ardhur në fund të programit. Duam t'ju falenderojmë edhe juve që qëndruat me ne. Duam t'ju urojmë po ashtu një fundjavë të bukur dhe të kujtojmë që sot ka Prime. Që sot ka Prime në orën 21, kështu që qëndroni në ekranin e Vision Plus. Fundjavë të bukur. Fundjavë të mbarë.